të kthehemi pak te Maqedoni Veriut. Kohët e fundit është një protestë natyrisht nuk ka lënë indiferent as Tiranën zyrtare, as shoqërinë civile në Shqipëri, natyrisht dhe në Kosovë. Pra një protestë për drejtat e tyre, të cilat janë të sankcionuara në kushtetut, por në fakt po ju privohen në realitet, por për kuriozitet është një protestë e udhëhequr nga studentët, pra jo nga partitë politike. Ndërkohë që partitë politike kanë dhënë interpretimin e tyre, qoftë Vlen, që është në qeveri, qoftë BDI Ali Ahmetit, secila duke u përpjekur ta shes në avantazhin e tyre politik, por studentët kanë ngelur të distancuar. A është kjo një lëvizje emancipuese, themi, për Maqedoninë e Veriut, dhe nga ana tjetër kush janë shanset e realizimit të atyre drejtave që ata kërkojnë për gjuhën? Shiko, e kam parë me simpati protestën e studentëve, sigurisht. Më vjen mirë që ka një ndërgjegjësim publik për te partijak, për problemet që kanë shqiptarët në Maqedoninë e Veriut. Prej kohësh, edhe gjatë kohës kur unë isha atje, kam parë që marrëveshja e orit nuk ka një zbatim vullnet mirë, të qëndrueshëm, afatgjatë. Her pas here shikoja që ajo lidhej vetëm me vullnetet personale dhe me kondicionime numrash në parlament. Pra nuk ishte një qasje në interes të shtetit. Pra nuk shihej marrëveshja e orit si një marrëveshje që garanton qëndrueshmërinë e shtetit të Maqedonisë. Po shihej si një lëmosh që jepej themi pjesës shqiptare. Dhe e gjithë diskursi i propagandës ka qenë i tillë që për ta parë faktorin shqiptar dhe popullin shqiptar në Maqedoni si popull të dorës së dytë. Dhe propaganda maqedone shpeshherë nuk ka arritur dot ta përcjellë si fakt që shqiptarët janë faktor shtetformues dhe garanci për funksionimin e Maqedonisë së Veriut. Aventurat që kanë bërë në vazhdimsi nuk i kanë shërbyer për mirë pajtimit dhe një marrëdhënie të qëndrueshme ndëretnike. Më kujtohet këtu që në 2011-2012 personalisht kam pasur disa përplasje me Gruevski, kur doli enciklopedia e famshme, famkeqe në fakt, dhe u projektua Shkupi 2014 si dy projekte që në fakt nuk i afronin dy popujt, po i ndanin. Në një intervistë që pata dhënë atëherë, pata bërë akuzat të hapura ndaj akademisë dhe faktorëve të tillë revanshist dhe me një background titist. Disa herë u kërkua largimi im, derisa fakt në një vizitë zyrtare vetë kryeministit Gruevski në rast pa precedent ja kërkoi dhe vetë kryeministit Berisha largimin tim. Por prej atëherë edhe në vazhdimsi nuk është se unë kam parë ndonjë progres të madh, të qëndrueshëm. Fakti që sot diskutohet për gjuhën shqipe në Maqedoni, ku populli shqiptar është aty si faktor që e bën të mundur ekzistencën e Maqedonisë, është për të ardhur keq. Dhe ju keni qenë ambasador optimist, mos gaboj, në një intervistë 2018-2019, ju keni folur për 3 shtete shqiptare në rajon, duke referuar qartësisht jo vetëm Shqipërisë dhe Kosovës, por dhe Maqedonisë Veriut. Jemi larg atij parashikimi? Jo, të mos keq kuptohemi, kam thënë në konceptin e 3 votave në NATO, në BE, kështu më radh, sepse natyrisht që Maqedonia e Veriut është në NATO për shkak të faktorit shqiptar. Maqedonia bën progres edhe për shkak të faktorit shqiptar, progres për europian. Realizoi marrëveshje me Greqinë sepse ishte faktori shqiptar pozitiv. Pra, kur kemi thënë këtë, pas ministrin e jashtëm, kemi nënkuptuar rolin e shqiptarëve në Maqedoninë e Veriut. Pra, jo thjesht atë që shumë herë abuzohet jashtë studiove dhe me këto teoritë konspirative. Unë i qëndroj asaj që Maqedonia e Veriut duhet menaxhohet si shtet demokratik multietnik nga vetë institucionet që janë atje, sepse mjafton që ne të kemi këto marrëdhënie të ngushta që kemi me Maqedoninë, por sigurisht që Maqedonia e Veriut duhet të pranojë kritikat, duhet të pranojë realitetin e cilin është, dhe duhet të di se shqiptarët aty janë ura më rëndësishme dhe më e fortë që lidh këto marrëdhënie mes nesh, dhe nuk janë as deklaratat e zyrtarëve, as të ministrave, as të ambasadorëve, sepse deklaratat të tilla pozitive, negative apo provokuese janë të përkohshme.
marrëdhëniet e qëndrueshme kalojnë nëpërmjet faktorit shqiptar. Kështu që duhet të inkurajojmë çdo lëvizje progresiste në Maqedoninë e Veriut dhe sigurisht që për çdo masi në realizimin jo thjesht marrëveshësorit, po i kornizojmë aty gjitha kërkesat. Gjitha partitë politike shqiptare kanë meritat, por edhe përgjegjësitë dhe fajet e tyre.